është sekret, është tërësisht publike qëndrimi ju në raport me listën serbe, edhe erë për thëmë, është organizat terroriste, po une nuk më imi dalë kundër gjykatës supreme, e pëza pës, kur ajo në mënyrë kriminale e bjen edhe ta bën pjesë garës tu, e të cilët më pastaj, se kolegja tha Klokoti, jo kolegja Klokoti, po ku dë që ju keni ndikim, ju i shkel një qytetarë sërbë, për me votu për listën serbe, sepse ti janal, ti vet, me ata tjerë, janalni, ja kushzoni pensionin, që e marrin prej Sërbis, ja kushzoni gjithë formë page që ata e gëzojnë prej Sërbis në Kosovë. Dhe kjo është presioni që ju në vazhdimësi e bëni me ta. Në vazhdimësi. Edhe kjo është arsyeja që keni ble edhe ato të Klokotit, edhe i bleni edhe tjertë. Edhe kene me vazhdu, deri so këto gjykate ju lejojnë funksionimin e juj në këtë njërë. Po unë që shpejti këtë marrë fund, natyrisht ne jemi tash një proces 3 që po vjen, nëse me nëni që me normalizu një kriminalitet që e bënin vazhdimësi, nëse ju në me mendoni që me normalizu surnin terrorist në Banjsk, edhe më mundu me thjesht me ndrull kurën, kjo nuk ju shqitet, jo veç në KQZ, besej të gjithantarët pa dalim, po ju shqitet as të qytetarët e komunitetit sërbë. Dhe derisa kështu jeni, kështu edhe do tjetë edhe debati çdo herë. Për t'ju rikthy pra pasaj, me logjikën e kolegëve të PDK-s, Shaqirtotaj e pas ka mandatin e vjedhur, sepse edhe të Shaqirtotaj kanë dalë fletë votime të njëjta. Po, natyrisht, sepse nuk funksionoj me logjikën e juj, funksionoj me logjikën e një gabimi teknik, i cili thëtë që është gabim teknik, dhe s'ka të bëj fare me vullnetin e qytetarve, apo me zotin Ardian Gjini. Unë s'mundëm të them këtë, sepse nuk ka të vërteta prej asaj atyre pretendimeve që po ngrini. Andaj nuk i bëni nder nëse tentoni me e cenu integritetin veç për arsye politike në Mitrovic, po ju të regoj që edhe në Prizren, edhe në Gjakov ka rastet njëjta, po në absolutisht, asë daskur, nuk mendoj që ka pas cenim të integritetit për nga këndvështrimi i flet votimeve me gabime teknike, të cilat e din edhe ju shumë mirë që s'kanë bëjnë fare me cenimin e integritetit. Nëse ka pas tendencë për me sjell një rezultat tjetër në opinion publik, sepse i dini edhe ata me cilët keni bashkëpunuar, edhe media që kanë kontribu këtu, që i dim dhe nga financohen, po edhe gazetare, opinionist, të caktuar, po edhe shoqëri civile, njerëz caktuar që sot mendoj që ndjen të turpëruar me komentet që i kanë vënë. Sepse dole vërteta dhe kanë mundën e si gazetarë, si mediat e caktuara që garandin me paraqit shtrembrime të tilla, kanë mjaftu me pyet Valmirin e kanë pas këtu, KQZ-n e kanë pas këtu, edhe për ta parë që vërtet nuk ka bash asgjë. Përveç një të vërtete që janë shumë pak flet votime, që në përdor mrena një vend votimi me gabime teknike dhe shumë prej tyra si në përdor fare sepse kanë qenë në faqen e fundit të secilit deng. Dhe që për këtë ne kemi pranuar edhe raportin edhe nga komisioni, për cilin ashta kryetari herë do kur është mirë me folë dhe me shpiku që komisioni ka kry punën e vetë, edhe nga komisioni jenë konfirmu gjitha ato që i kemi thonë të rinë fillim. Pra përtej qëfar do qëndrimi politik në lidhje me fletvotimet, unë mendoj që kjo është e vërteta. Sa i përket listës serbe, këtu është e qartë çdo gjë, do tjetë e qartë çdo gjë që deri sot ekzistoj ky subjekt të funksionoj, kështu dhe t'i lejohet funksionimi nga institucionet tona, nuk do të ketë demokraci në ato komuna edhe te komuniteti serb, i cili vuan sot nga presioni dhe shtypja që i bën lista serbe përmes përfaqësuesve të saj, bashkë edhe me Vučićin, që është kreatori i saj apo shefi i vërtet i kësaj liste. Jo, unë e kum një përpara. Ne, izvinite, čekaj, Gordana će prvo da odgovori. Evo ovako, kaže šta hoćeš, ovako, da se predstavim javnosti, ja sam Gordana Laban Zuvić, član CIK-a. Ja nisam član Srpske liste i ne može niko ovde mene da izjednačava sa Srpskom listom. Došla sam ovde na predlog Srpske liste, to je tačno. Ja nisam član Srpske liste.
Ja nikome nisam ukinula penziju, ni na koga nisam uticala. Nisam glasala za odluku o biračkim odborima. Vi ste napravili biračke odbore. Pričali ste kako... Pusti me sad da pričam ja. Jel mogu da pričam ja kao što on priča? Ljuftu subjekte tjera politike Serbe, čo to? Ti trebaš prvo kulturi da se naučiš. Ti si jedan nekulturan čovjek koji ne znaš da poštuješ da neko treba da priča. Samo tebe treba da pričamo. Terrorister je, eller kriminelle, čvare je, eller propagation, tu nuk mund me na trgu neve zoj. Ja nisam ni kriminalac, ni terorista. Ne može da se stigne. Për me neve kulturën këtu. Ne, ali ovo je nečuveno šta on meni kaže. Jer vi čujete šta on meni kaže? Kako on može meni da kaže da sam ja terorista? Ne, nisam ja završila, izvinite. Ne može on da me nazove kriminalcom ni teroristom. On, ako misli da sam kriminalac i terorista, ja sam to tebi rekla još onda na sastanku. Imam ja CD sa tobom. Jesam predstavnik. Kriminale da teroriste, pik. Ne, ti plasiraš laž u javnost. Ja sam na predlog Srpske liste ovde došla. Ja predstavljam ceo srpski narod. Ne predstavljam samo Srpsku listu. Lidhje s'kime përfasimin e Ja popullit uopšte ne serba želim da qytetarëve pričam s serbë tobom. Kosovë, falj. Ne želim da pričam Edhe s kjo hyrja ma tobom. madhe që ju po natyre. Ne želim da pričam. Ja hoću da iznesem nešto od tebe, ne mogu da pričam. Jel shvataš ti čoveče, ti ne dozvoljavaš meni da pričam. Ne možeš da mi, pa ne možeš da mi zabraniš. Ti si član i ja sam član. Ja ću da... Ne, Gordan, kažite njemu da on se zaustavi. Ne može on javno mene da vređa pred medijima i pred kolegama i da ja čutim na to. Niti sam terorista, niti sam kriminalac, niti ja imam moć da ukinem nekome penziju, niti sam uticala na izbore, to je sve laž što on priča. Znači, javnost mora da zna šta je istina. Kad ima dokaz, neka ide, kad ima dokaz, idi u policiju, kad imaš dokaz, idi u policiju, prijavi, pa nema veze sa mnom. Alban, nëse vazhdoni që të nxorë ndërpret takimin. Kena punë si na duhet mi shpallë rezultatit. Po s'është... Kakav bre Vučić, kakve veze ja imam sa njime bre čoveče? Ja hoću da kažem šta ja hoću. Predsjedniče, pošto vi ne možete da me odbranite, a on može da me vređa ovde javno, ovo je znači nečuveno, da jedan član CIK-a vređa drugog člana i da mu pripisuje nešto što mu ne pripada. To je strašno šta on radi. On to plasira u javnosti i ako ja prećutim, znači u svakoj raspravi on mora da bude poslednji. Njegova je poslednja i to ostane u javnost. To je znači laž što on priča. Ja hoću da javnost zna da je laž. Došla sam ovde na predlog Srpske liste, nisam član Srpske liste. Znači, predstavljam srpski narod i borim se za prava srpskog naroda. A on i njegova partija su oni koji ugrožavaju srpski narod. I on neka se ne bori da štiti srpski narod, nema potrebe uopšte. Samo neka prestane da nas ugrožava. Eto, to treba da uradi. Da prestane da nas ugrožava, ništa drugo. Urna sami. Urna.